Një nga programet kombëtare që po zbaton Ministria e Shëndetësisë në Shqipëri është edhe ai i debistimit të kancerit të qafës së mitrës përmes testit HPV. Duke filluar nga viti 2026, ky program zgjeron fashën e grup moshës të popullata femërore nga 40 deri në 49 vjeç, që ishte më parë, tashmë përfituese do të jenë femrat e moshës 35 deri në 55 vjeç. Kjo nismë synon rritjen e ndërgjegjësimit për kontrolle dhe uljen e rrezikut të kësaj sëmundje. Ndërsa ka vite që ka nisur ky program, ka rezultuar me interes në Gjirokastër. Mjekja e një prej ambulancave në lagjen 18 shtatori, Raimonda Sinani, thotë se brenda një viti e kanë kryer këtë test 50 gra. Kemi disa kohë që tashmë ofrojmë edhe një test që bëhet për human papillomavirus, që është një test i cili kap në mënyrë të hershme kancerin që mund të zhvillohet në qafën e mitrës. Ne japim, do më thëmë vjen në qendër shëndetësore dhe ka gra që janë të interesuara dhe në përgjithësi e kanë bërë. Është bërë fushat sensibilizuese faktikisht, edhe për në lidhje me këtë test, ashtu siç bëhet edhe për kancerin e gjirit, për depisimin e kancerit të gjirit, edhe për këtë pjesë është bërë goxha fushat sensibilizuese dhe shikohet që interesi është në rritje te gratë, të cilat kërkojnë që ta bëjnë këtë test. Ofrojmë neve këtu, u tregojmë kushtet se si merret dhe mënyrën e marrjes dhe pastaj e marrin vetë në shtëpi dhe e bjerë. Në përgjithësi ka rezultuar shumë mirë, me përjashtim të 1-2 rasteve, të cilat janë referuar pastaj për ekzaminime të mëtejshme, siç është kolposkopia. Kanceri i qafës së mitrës është një nga kanceret që mund të parandalohet pothuajse plotësisht përmes vaksinimit të HPV-s dhe debistimit të rregullt. Të dyja këto ofrojnë falas nga Ministria e Shëndetësisë për fasha të përcaktuara.